A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë prej tij, falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë udhëheqësi i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Suat Efendi Saiti, imam dhe hatip në xhamin e fshatit Draçevic. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin ton të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se ju gjeta, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit edhe nga ana jonë. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është dashuria ndaj Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. I nderuari hoxh, pasi që jemi edhe në javën e lindjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam, çka do të na flasësh diçka në lidhje me dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. صدق رسول قالوا فيما قال وكما قال. Falenderimi hamdi takon Allahu Gjellëshanuhu, ata e falenderojmë prej ti, falje, udhëzim, rahmet, mëshirë, bereqet dhe shëndet kërkojmë. Selamet, salavatet e për zemërta, ja përcjellim Muhamedit alayhi salam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtar musliman të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditën e gjykimit. Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin famëlar thot për pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salam, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtet ti o Muhammed je një shkallë të lartë të moralit. Vet ardhja e pejgamberit alayhi salam në këtë dynja ishte dritë për njerëzit të cilët e errësun veten e tyre me gjunahe. Ardhja e Muhammedit alayhi salam në këtë dynja ishte shpresë për njerëzit të cilët e humbën apo devijon rrugën e drejtë rrugën e drejtë fesë islame. Muhammedi alayhi salam ishte ai i cili na mësoi fen, ishte ai i cili na mësoi namazin, ishte ai i cili na mësoi të respektojmë prindrit tan, babën dhe nanën. Muhammedi alayhi salam është ai i cili na mësoi pastërtinë, na mësoi vlerat dhe normat e islamit, fesë të pastër të Allahu Gjellëshanuhu. Dhe për këtë Allahu Dhul Xhelal në këtë ajet thot: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Me të vërtet ti o Muhammed je një shkallë të lartë të moralit. Dashuria për pejgamberin alayhi salam nuk është diçka urdhërore. Ta don kush don, ta uren kush don. Dashuria ndaj pejgamberit alayhi salam është fardul ain, obligim personal. Çdo besimtar, musliman dhe muslimane e ka për obligim ta don pejgamberin alayhi salam më shumë se gjithçka, më shumë se pasurinë, më shumë se fëmijët, më shumë se prindrit tan. Këtë e vërtetojmë me hadithin ku Omeri radiallahu anhu i thot pejgamberit alayhi salam: Ja Rasulullah, të dua më shumë se pasurinë time, të dua më shumë se fëmijët e mi, të dua më shumë se familja ime. Pejgamberi alayhi salam i tha: Ja Omer, a më don më shumë se veten tënde? Omeri radiallahu anhu në këtë moment nuk u përgjigj. U kthye në shtëpi, filloi ta mendon të mirat që i solli pejgamberi alayhi salam në këtë dynja. Ishte i devijuar, ai u bë sebeb që u udhëzua në islam. Filloi ta mendon ditën e gjykimit, ditën kur do të ringjallemi para Allahu Gjellëshanuhu. Njerëzit
do të qëndrojnë kam 50.000 vite para Allahut Dhul Xhelal dhe secili do të thotë nefsi, nefsi, vetja ime, i vetmi pejgamber i cili nuk ka bë dua, lutje, kërkesë në dynja, duke e ruajtur atë për ditën e gjykimit para Allahut Dhul Xhelal, është Muhamedi alayhi salam, ku do të thotë ummeti, i vetmi pejgamber që Allahu xhalleshanu do t'ja jep mundësinë që ditën e gjykimit të ndërmjetëson për ummetin e tij është Muhamedi alayhi salam. Kur Omeri radiallahu anhu e kujtoi këtë skenën e ditës së gjykimit, i nxehti, njerëzit do të qëndrojnë kam, do të kërkojnë ndihmë, i vetmi Muhamedi që e ka shefatin, ndërmjetësimin me lejen e Allahut Dhul Xhelal, të nesërmën u drejtua për te pejgamberi alayhi salam dhe i tha: "Ja Rasulullah, të dua më shumë se veten time." E pejgamberi alayhi salam tha: "El an ya Omer, tani o Omer e ke plotsu imanin. Tani o Omer e ke plotsu besimin." Dhe tha fjalën e tij të madhe: "La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilayhi", nuk e ka plotsu askush prej jush imanin derisa të jem më i dashur në zemrët e njerëzve, më shumë se pasuria e tyre, më shumë se fëmijët e tyre, më shumë se familja e tyre dhe gjithë çka që është në këtë dynja. Me këtë hadith e marrim një mesazh se ne si musliman që e besojmë Allahun Dhul Xhelal, duhet t'i bindemi Allahut, ta duam Allahun dhe ta duam pejgamberin alayhi salam më shumë se gjithë çka në këtë dynja. Hoxhë nderuar, cili ishte misioni i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe si ishte flijimi i sahabëve për Muhamedit alayhi salatu wasalam? Misioni i pejgamberit alayhi salam në këtë dynja ka qenë që t'i fton njerëzit në rrugën e drejtë, t'i binden Allahu xhalleshanhu, t'i largon njerëzit nga devijimet, t'i largon njerëzit nga idhujt, nga besimet e kota. Por kjo të Kurejshit në atë kohë, të Arabët, nuk ishte në pozicionin e tyre, nuk ishte në dobinë e tyre, se ata ishin mësuar të jetonin në ignorancë. Misioni i pejgamberit alayhi salam ishte i qartë: ta besojnë Allahun Dhul Xhelal, t'i fton njerëzit në rrugën e drejtë, t'i largon nga ignoranca, t'i largon nga e kota. Ne kemi rastin kur pejgamberi alayhi salam udhton për në Taif, një udhtim diku 600 kilometra, për të vetmën arsye, nuk shkoj për tregti, nuk shkoj për vizitë familjare, nuk shkoj për ndonjë interes të dynjas, shkoj për një vizitë me një jetë të pastër, t'i fton banorët e Taifit që ta besojnë Allahun Dhul Xhelal. Pasi e mori udhtimin, arriti në Taif, i ftoi njerëzit ta besojnë Allahun Dhul Xhelal, ata e refuzuan këtë thirrje. Edhe pasi e refuzuan, më e keqja, e dëmtuan pejgamberin alayhi salam, e shan, e ofenduan, u tallën me atë, e rahën. Por pejgamberi alayhi salam vazhdonte me niyetin e pastër, edhe pasi i erdhi Xhibrili alayhi salam, kur e pa gjendjen e tij, tha: "Ja Muhammed, a don ta shkatrojmë me lejen e Allahut banorët e Taifit?" Pejgamberi alayhi salam, duke tregu mëshirën e tij, qëllimin e tij të ardhjes në këtë dynja, misionin e tij, tha: "Ndoshta nga këto banor, nga mesi këtij populli do të ketë njerëz në të ardhmen që do ta adhurojnë Allahun xhalleshanhu." Flijimi i sahabëve, lidhja e sahabëve në përgjithësi, sepse shokët e pejgamberit alayhi salam, edhe ensarët, edhe muhaxhirët, e kanë pasur pejgamberin alayhi salam shumë afër. Kanë qenë me të në kontakt, gjithmonë kanë bisedu për çdo çështje dhe normal njeriu dashuria fillon të shtohet edhe më shumë. Ne e dimë rastet nëse e lexojmë historinë islame, e shohim që sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salam, flijuan jetën e tyre për pejgamberin alayhi salam, flijuan pasurinë e tyre për pejgamberin alayhi salam, dhën gjithçka që vetëm pejgamberi alayhi salam ta vazhdon misionin e thirrjes në rrugën e Allahut Dhul Xhelal. E kemi rastin kur banorët e Mekës u mlodhën dhe i dhanë një ofertë pejgamberit alayhi salam, i thanë: "Ja Muhammed, ndaloje thirrjen, ndaloje këtë mision, do të japim çfarë dush, do të japim nga gratë më të bukura të Mekës, do të japim gjysmën e pasurisë të banorëve të Mekës." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj dhe tha: "Sikur të më vendosni hënën, diellin në krahun e gjaftë, edhe hënën në krahun e majt, unë nuk do të ndalohem nga misioni im."
E shohim vlerën, e shohim nderin dhe misionin e qartë të paluhatshëm të pejgamberit alayhi salam, edhe flijimin e shokëve të pejgamberit alayhi salam në rastin në luftën e Bedrit, ku pejgamberi alayhi salam u ballafaqu me njerëzit me armikët më të mëdhenj të Islamit. E kemi rastin e 2 djemve të ri, të cilët ishin musliman, ku erdhën me qëllim ta vrasin Ebu Xhehlin dhe çfarë thanë? Na ka dhënë mesazh nana jon, mos kthehemi prej luftës vetëm se ta vrasim Ebu Xhehlin, për arsye që pejgamberi alayhi salam të jetë i lirë, mos ofendohet, ai është armiku më i madh i pejgamberit. Dhe ata e arritën qëllimin, e kur pejgamberi alayhi salam mori vesh për këtë lajm, tha mi ofroni, mi thirrni, ti shoh kush janë. E pa njërin 14 vjeçar, tjetrin 15 vjeçar, dhe i than pse erdhët në këtë luftë? Tha nëna jon, të vim, ta vrasim armikun tënd, i cili vazhdimisht bën presion, vazhdimisht të ofendon, dhe tha mos u ktheni të gjallë në shtëpi, derisa të ma sjellni lajmin e vdekjes së Ebu Xhehlit. O gjendëror, por na si besimtar, si musliman, si duhet të arrijmë dashurinë e plotë ndaj Muhamedit alayhis salam, apo si duhet ta duam na Muhamedit alayhis salam? Për të arritur dashurinë e plotë të pejgamberit alayhis salam, duhet ta njohim historinë e tij, sirën e tij, jetën e tij. Aq më shumë që lexojmë për jetën e tij, më shumë shtohet imani jon, më shumë shtohet besimi jon. E dyta, të bindemi urdhrave të pejgamberit alayhis salam. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul. O ju që e keni besu Allahun xhaleshanu, bindjoni Allahut dhe bindjoni urdhrave të pejgamberit alayhis salam. Në moment që ne e praktikojmë sunetin e tij, i praktikojmë fjalët e tij, atëherë ne vetëm se e kemi arritur një shkallë të udhëzimit, duke e arritur dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salam. Tjetra, ti përcjellim selame dhe salavate gjithmonë kur dëgjohet emri pejgamberit alayhis salam. Ti përcjellim selame me fjalët më të dashura ti, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, e kështu me radhë. Pejgamberi alayhis salam me një hadith thot, el-bakhil men dhukira indehu falam yusalli alay, koprac është ai njeri i cili kur e dëgjon emrin tim dhe nuk më përcjell selame dhe salavate mbi shpirtin tim. Një ashtu kemi një hadith tjetër ku pejgamberi alayhis salam në ditën e xumë, duke hyrë në hutbe, në shkallën e parë tha amin, thumma amin, thumma amin. Sahabët u habitën dhe pasi e përfundoi hutben e pyetën ja Rasulullah, çfarë ishin ato fjalë? Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj, ju drejtoha sahabëve dhe ju tha, më erdhi Xhibrili alayhis salam me mesazh nga ana e Allahut dhul xhelal, ai njeri i cili e ka gjallë babën dhe nanën, nuk i respekton, Allahu e ka mallkuar atë njeri. Në shkallën e dytë tha, ai njeri i cili e arrin muajin e Ramazanit dhe del prej muajit të shenjtë të Ramazanit, duke mos kërku istikfar, pa agjerim, Allahu e ka mallku atë njeri. Dhe në shkallën e treta përsëri amin, tha pejgamberi alayhis salam në lidhje me temën që sot e diskutojmë, më erdhi Xhibrili alayhis salam me mesazh nga ana e Allahut dhul xhelal, ai njeri i cili e dëgjon emrin e Muhamedit dhe nuk përcjell salavate mbi pejgamberin alayhis salam, është i humbur, i mallkuar ai njeri. E marrim një mesazh që ne si musliman gjithmonë kur ta dëgjojmë emrin e pejgamberit alayhis salam, duhet t'i dërgojmë selame dhe salavate për ta arritur dashurinë e plotë ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. O gjendëror, pasi që jemi në minutët e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Mesazhi im i fundit është që ne si musliman duhet gjithmonë të praktikojmë urdhrat e pejgamberit alayhis salam, ta falim sunetin e tij, të bëjmë dua për familjen e tij, për pejgamberin alayhis salam, të fillojmë të lexojmë më shumë për jetën e tij. Nëse kërkojmë një shembull të qartë, një shembull të pastër, e gjejmë jetën e Muhamedit alayhis salam. Dhe gjithmonë kur lexojmë ne vetëm se na shtohet dashuria, na shtohet imani, na shtohet dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam. Të përcjellim selame dhe salavate mbi shpirtin e pejgamberit alayhis salam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë muslimanët kudo që jetojnë.
Hoxhë nderor, Allahu ju shpërblet për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Faleminderit shumë, amin inshallah. Allahu ju shpërblet edhe ju, Allahu ju nderoj gjithëve inshallah. Amin. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Suat Efendi Saidi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu ua pranoft gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.